Nëse mund të na tregoni pak për përvojën tuaj si arsimtar, sa vite keni qenë arsimtar? Shif, unë për 5 vite që jam pensionu, në arsim kam punu 42 vite, 22 vite, dhe kam filluar në vitin 1977-78, do thot kam qenë generat që pas hapjes së Universitetit të Prishtinës, generata e ditë 74, do thot atje kemi kriju shkollën e lartë, dhe mande jam specializu në informatikë në CMOS në Kiril Metodi në vitin 1981. Dhe që nga atëherë si misioni dhe vetës që të përkushtohemi në arsim, edhe pse dje sa saj kohë mu dërshim edhe koha da kishte të arsimuara pak, edhe një profesion tjetër të ushtroj, por unë u përcaktova që me koha të punoj në arsim. Dhe besoj se për këtë vite që kam qenë në arsim, kam kaluar sfida të ndryshme, por fundit them jam i kënaqur, kam kaluar mirë. Po në cilat shkolla keni qenë arsimtar? Fillim kam filluar në shkollën fillore Lituria në Lipkov, paralelet e ndara në Gushic. Atje kemi punu për 2 vite. Pastaj në shkollën Bashkimi në fshatin Nikushtak, edhe atje 2 vite, që nga 1982-3 jemi transferu, dhe më thonë kemi fillu me punë në shkollë fillore asaj kohë e vllazërimit, tani në infrashi, ku edhe u pensionova pas 38 viteve në këtë shkollë. Po cilat ishin arsijet e mbylljes së arsimit shqip në Kumanov në vitet e 88-a? Por, sigur, derisa të vim të mbyllja e paraleleve të shkollave të mesme në arsimit shqip, unë do të kisha thonë disa fjalë se me punësimin të viteve 70-ta, arsimi filloi të van hapa, themi për të mbarë, pasi që viteve 70-ta u hapën edhe paralelet në gjitha shkollet e mesme komunale. Dhe për këtë dekad nga 70, vitin 1970 deri në vitin 1980, numri i madhi nxënësve në për shkolla u rrit shqiptar, nga se deri atëherë shqiptar shumë pak. U sishin dirë të shkollave të mesme, kishin të 8 vjeçare, po kishim edhe vende ku edhe shumë shkolla nuk kishin edhe 8 vjeçare. Dhe nga ki avansim që u ma arsimi shqipe, sidomos pas kushtetutës së vitin 1974, që në nivel të ish sistemit të Jugoslavisë, filloi lozimi themi ashtu i shkollave, pas fillore edhe ative të mesme, po pse mos themi se kishim edhe një fakultet në Shkup, ku ato kishin disa drejtime mësimit landor. Edhe atë që thash në Prishtinë që hap Universiteti i Prishtinës, shqiptarët në të madhe orientuar asaj kohe që të mësin dirët edhe universitet, mos mbetën vetëm me shkollën fillore apo edhe të mesme. Kjo me siguri pushtetit të kohës nuk i konvenoj, dhe kështu që kur e pa se shqiptarët po avansohen dhe po arrin që suksese në arsim, ato ish pjekën disa projekte anti-shqiptare, edhe ato filluan nga vitin 1981, ku asaj kohë projektin të cilën e bani komiteti i kohës ishte bën paralelet e përzijeme, ku nxënësit shqiptar dhe maqedon, po mësimi zhvillohet në gjuhën maqedone. Profesorët e kohës që legjiranin në shkollat e mesme, asaj rezistuan, por pushteti kur e pat rezistencë në fillim e ndroi taktikën, dhe kështu çdo herë punonte permanent, që arrit qëllimin, dhe kështu në vitin 1987 e arriti qëllimin, pasi në shkollat e mesme i mbyllën ato gjitha paralelet. Me mbylljen e këtive paraleleve u paraqit kënaqësi e madhe kuptohet te qytetarët, dhe ishte një handicap i madh, pasi ai vrot që ishte interesimi për shkollën, tani filloi të ndalet, dhe kështu që ato që kishin rrallë dikush kushte shkonin në Kosovë, kurse të tjerët mbetën rrugëve.